kam bindjen që ka sjell pasojë këtë. Ndjekim pak çfarë ka deklaruar Rama pak ditë më parë dhe kjo është padyshim ndoshta një nga pasojat kryesore. Ndjekim pak. Kushtet e sotme ne jemi të pa integrueshëm në Bashkimin Evropian për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kriteret Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, po përpiqemi të fitojmë një fazë të ndërmjetme prej 5 vjetësh, pas antarësimit. Asnjë ushqim i prodhuar në Shqipëri nuk mund të shitet përveç në Shqipëri. Dhe edhe në Shqipëri do të funksionojnë kriteret e njëjta, që do të thotë që edhe në Shqipëri ushqimet mund të bllokohen sepse nuk përmbushin kriteret e sigurisë. Dhe pastaj në skenarin më pesimist do të thotë që gjithçka që hahet të importohet. Ne bjem dakord që ndoshta një nga arsyet pse jemi në këtë situatë është ajo që ti the, që AKU-ja ka qenë thjesht një torë që ndaheshe për interesa politike dhe asnjëherë marrë seriozisht. Kryeministri ka absolutisht të drejtë, është kujtuar pak vonë. Është dhe vetë fajtor. Kupton, është dhe vetë fajtor për atë. Ai është drejtuesi i qeverisë që ka në varësi gjithë ministritë dhe institucionet tjera të linjës dhe madje drejtorin e AKU-s apo disa inspektorateve të rëndësishme i emron kryeministri me vendim këshill ministrave emrohet. Pyetja ime do të ishte, unë nuk e di tani me çfarë ushqehet kryeministri sepse ai thotë që produktet e Shqipërisë nuk bëhen për eksport e madje as për të konsumuar këtu në vendin tonë. Sigurisht unë nuk bie dakord me gjitha se ne kemi absolutisht prodhime të mira, kemi kompani të mira, siç dhe kemi edhe absolutisht shumë të këqija, por mbi gjitha kemi një zinxhir që është jashtë kontrollit. Edhe ne si organizat e kemi thënë shumë herë në takime qoftë në komisione parlamentare, në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, në takime që kemi her pas here lidhje me çështjet që kanë bënë me konsumatorin, me delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, apo edhe me ministritë e linjës që kanë lidhje me drejtat e konsumatorit në tërësi, apo me sigurinë ushqimore, që kapitulli 12 është i fundit ai që do të plotësohet, për që do të mbyllet bashkë me 27-ën që është mjedisi absolutisht shumë i vështirë për të mbyllur. Pra, kapitulli 12 është ndër më të vështirët dhe do të jetë i fundit dhe prandaj kryeministri deklaroi në të njëjtën ditë me deklaratën që ju sapo cituat edhe e publikuat sërish, që do t'i kërkojmë Komisionit Evropian, Bashkimit Evropian që pjesën e sigurisë ushqimore, pra kapitulli 12 kemi një periudhë tranzitore prej 5 vjetësh mbasi të bëhemi vend antar. Me apo pa drejt votën se pastaj është histori tjetër. E kuptoj. Kryeministri e di mirë se sa i vështirë është sot zinxhiri i sigurisë ushqimore për të mbyllur e gjithë kapitullit 12. Sepse këtu nuk bëhet. Ganita, na u desh, më saktë, na u desh kjo gjë për ta kuptuar që sa mbrapa jemi me atë çfarë konsumojmë dhe çfarë ham Shqipëri. Nuk është se ne nuk e dinim, Nuk është se nuk e dinim. Sigurisht që e dinim, edhe kryeministri, edhe gjithë ministrat, edhe drejtuesit e gjithë institucioneve. Por tashmë erdhi laku, ku si sot populli. Vjen laku në kuadër të integrimit, sepse ti nuk mund bëhesh vend antar ose mund bëhesh sipas kërkesës së kryeministrit asaj çfarë shpreh pra për toleruar edhe 5 vite pjesën e kapitullit 12. A jam mjaftueshëm për ty, Granit, nëse merret seriozisht? Shikon, nëse ne bëhemi vend antar deri në 2030-ën, që besoj se po, dhe 5 vjet të tjera patjetër që janë. Mjafton të ketë vullnet kryeministri dhe institucionet për ta bërë. Ne kemi një deklaratë, se s'dua të largohem nga tema, të deputetit Braçe, i cili bëri, po themi, për ujë të ftohtë në thojza kompanitë e përpunimit qumshtit, pse nuk marrin qumshtin me aflatoksin fermave. Po si mund ta thuash, ti je deputet i Parlamentit të Shqipërisë prej shumë vitesh, legjislaturash. Dhe thua, i kërkon kompanisë përpunimi qumshit që të marrë qumshin me aflatoksin dhe që japi konsumatorëve? Absolutisht jo. Delegacioni i BE-s i di këto. Janë audite që po vinë her pas here të shpesha tashme nga Komisioni Evropian për veterinarinë, për sigurinë ushqimore, për shumë sektor që lidhet pra me gjithë zinxhirin e sigurisë ushqimore dhe të gjitha gjetjet e tyre problematika që ata evidentojnë edhe në terren, se ata nuk vinë shohin vetëm letra se çfarë kemi transpozuar bazë ligjore, por si po zbëhet, si zbatohen në terren, patjetër që i vesh edhe kryeministri Rama. Dhe është në kohë, është i vonuar, por është në kohë vërtet për të marrë masa shumë serioze, sepse është një zinxhir
shumë i gjatë pjesa e sigurisë ushqimore. Nuk është vetëm një prodhim, nuk është vetëm një aflatoksin, por është edhe toka ku ne shkelim që është e kontaminuar, ose mund të jetë e kontaminuar dhe është pjesë e zinxhirit të sigurisë. Garinte, për ta mbyllur, nga vëzhgimet që Qendra Alert ka bërë në terren, ka ndryshuar diçka për mirë në gjithë pjesën e sigurisë ushqimore këtë periudhë, nuk e di, periudhë e shkurtër është, po duke le të themi nga shtatori e këtej, ka ndryshuar diçka për mirë apo për keq? Ju e dini. Nuk ka diçka të prerë me thikë që mund thuash ka ndryshuar apo jo, por besoj dhe mendoj që të gjitha kompanitë shqiptare të prodhimit po përpiqen, nuk po them e kanë arritur, sepse është rrugë e gjatë, po përpiqen të rrisin standardet e tyre edhe ato në prodhim, në teknologji, në gjithë zinxhirin edhe ato, sepse unë jam i bindur që 60% kur ne të bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian, 60% e këtyre ndërmarrjeve kompanive tona që prodhojnë apo proponojnë do të mbyllen. Do mbyllen 60% tua? Në standardet që kanë ato sot, po. Bashkimi Evropian nuk të le ty një kompani, çfarë do lloj qoftë që nuk plotson standardet. Dhe 60% e tyre patjetër që mbyllen. Garinte, ti thua nuk ka mundësit apo janë kosto shumë mëdha për të shkuar në standardet e BE-s dhe nuk ka mundësi të përballojnë këto kompani thua? Apo nuk do duan? Janë kosto, absolutisht janë kosto shumë të larta, por ty të talon gjithë zinxhiri, unë mund të ngres standardet më të larta në prodhimin tim, në fabrikën, në kompaninë time, po ty të vjen produkti me probleme. Ne nuk do të harrojmë vetëm një detaj para diku një muaj, ne publikuam fakt, ishte nga rasti një kompanie të Kosovës, i rezultua në Sloveni apo Slovaki turshit me pesticide. Turshit? Turshit me pesticide dhe kastravecat i ishte blerë në Shqipëri. Okay. Kështu që e thash që shembull të që ty të çalon gjithë zinxhiri. Kështu që patjetër që ndërmarrjet tona kanë problemet e veta, por edhe zinxhiri furnizimit, i prodhimit e tjera kanë pafundësisht. Dhe e fundit, çfarë mund të bëjë shteti për të përmirësuar këtë? Ose më saktë 2 gjëra, 3 gjëra që duhet bërë urgjent për të përmirësuar këtë gjë. Pari duhet ndryshuar fryma e gjithë inspektimeve, kontrolleve zyrtare, duhet rritur cilësia, por edhe numri patjetër i inspektorëve. Duhet bëhet luftë në thojza me operatorët e biznesit, pra me biznesin, me fermën, me prodhuesin, me përpunuesin, që ata jenë aja e prodhimit apo e përpunimit me standarde të larta. Patjetër që mund të jetë një reformë që shkakton plag, mund të jetë edhe kosto politike në numër votash, plag tek biznesi patjetër, por ndryshe e shohim që nuk mund të ketë përmirësim. Pra i gjithë zinxhiri duhet jetë në dara të forta për të arritur standarde të larta. Unë jam i sigurt që edhe Bullgaria 2004 nuk besoj se ka qenë më mirë se ne kur është bërë vend antar i Bashkimit Evropian, por ne mund të jemi më mirë në momentin kur të bëhemi vend antar. Nëse vërtet ka frymë për ta bërë. Garim Zogola nga Qendra Alert, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të të kisha në këtë bisedë. Faleminderit shumë dhe gjithmonë jemi pritur. Padyshim çështjet e sigurisë ushqimore janë dhe duhet të jenë gjithmonë kryefjalë dhe kanë hapësirë maksimale. Përshëndes. Merci, faleminderit edhe ju. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish.